Kur shkurtohen fondet për parandalimin e smundjeve kardiovaskulare, kontrollet e fëmijëve, zbulimin e hershëm të kancerit, shëndetin mendor, mbrojtjen e nënave dhe fëmijëve, pasojat nuk mbetën vetëm në tabelat buxhetore. Ato i ngjajnë qytetarët në mungesën e kontrolleve, diagnostifikimit dhe trajtimit me kohë. Andaj, Bashkimi Demokratik për Integrim kërkon nga Ministria e Shëndetësisë që menjëherë të publikoj realizimin e llogarisë së vetfinancimit për 3 vitet e fundit, burimin konkret të 300 milion denarëve, listën e projekteve dhe kontratave që do të financohen nga kjo shumë, detyrimet e papaguara ndaj kompanive, arsyet për shkurtimin e secilit program preventiv. Shëndetësia nuk mund të drejtohet me shifra cajuara. Investime pa mbulim dhe shkurtime në programet që mbrojnë jetën e qytetarëve. Qeveria duhet të japë përgjigje, jo prezantime propagandistike.